Kur jem të agjendat ju keni ardhur këtu dhe një rrëfim ekskluziv, se si keni thënë asnjëherë, gjën, në asnjë studio televizive. Përvojën që ndonë biznesin që ke në Gjermani dhe përballjen që ke pas me një serb në biznes. Do doja detaje për detaje. Po mendova Është viti 2009 për shikuesin, kjo ngjarje që ju ka ndodhur. Po, është prilli i 2009-s. Nuk e kam bërë tash afër 17 vite publike, kështu duke menduar s'ka nevojë, duke menduar po, duke e parë që sa më shumë kjo agent është të marrë të ufry havë e të na dëmtue, mora vendim edhe ta tregoj. Me njerëz të mi kam tregu, e din ata që ndëgjojnë, njerëz të mi, shoqëria, rreth i ngushtë, familjarë, e din ata këtë histori. Por kështu publike nuk e kam bërë. Kështu që mora vendim që ta tregoj. Se kur shoh nuk du t'i shtin thesë, Të nisim nga fillimi, tana pastaj do doja të tregim nga çfarë konkretisht ka ndodhur në vitin 2009. Në vitin 2009, prilli ka qenë dikun, 2009, një klient, si klient i zakont, me një makinë BMW 7 e zezë, thuja se e re, një vit i vjetër. Erdhe aty dhe më pyste diçka... Te biznesi juaj. Te biznesi aty, po. Më pyste mu se a mund të bëjmë diçka kështu sport, a mund të bëjmë kështu. Makina i shumë e bukur, shumë e re, po më fliste gjermanisht me gjuhën serbe, përzinte. Unë veti mu dinti tha serbisht, serbokratisht. A i serbisht më tha, thash pak, thash e di, edhin. Zakonisht ne, generata ne dim ka pak. Edhe kështu që e përzinte ai. Mirë, eci, pas të dite erdhi prap. Kur erdhi prap me do pyetje që si shin diçka lidhje me makinë shumë. Po. U mundon të hinte një farë shoqërie ai. Po nuk e me ju, me mua, po nuk e kuptoja pse. Dhe një ditë erdhi dha, tha, Bojku, kështu ma bone, Bojku, jo gjën, po Bojku. Tha, Bojku, tha, a ki ku, tha, mërë burë, tha, me pi kafe, tha, mullë, tha, kom një biznis, tha, me ty. Thash, po mëre, hale, thash, unë jam njëri i biznisit, unë e kështu edhe, hymë zyrë atë. Kur hymë zyrë, ishte vlau aty edhe, po ne bëm vlau ka i kafe. Po më thëtë, kush o ky? Për vlaun që kështë, thash, është vlau, folsh lirë shumë, thash, pa brenga, është vlau im. Tha, okej. Vlau ullu aty në PC, ne po rrim. Thash, ajde, thash, unë, thash, të ndëgjojmë qëfar biznesi këti, tha. A mos ke frikë, tha, si gjallë, tha, nuk ka kur gju rrezik, tha. Po shumë shpejt, tha, zemo, tha, kime konë milioner. Tha, dhe kime qenë, tha, njëri i madh, tha, të populli jëtë atje. Thash, okej. Thash, të ndëgjojmë. Tha, zemo dhe me shku, tha, në Kosovë, tha, me ndërtu xhamie. Thash, jo në mahal atje, me mshef, ku ta di unë, tha. Me shku, tha, ofër rrugës, edhe mas miri, tha, ofër shkollë, dikun. 25.000 euro, tha, i kena në start. Veç Zemos mi adhon qorben. Kështu më ka tha fjallë për fjallë, tha, Zemos, tha, mi adhon qorben. Mi dhon leke dhe ati. Tha, Zemo, tha, unë e një, tha, mentalitetin e juj. Tha, shumë mirë, tha, e një, me siguri ka qenë Serbi Kosovës. Po dhe mos me qenë Serbi Kosovës, ata, se ma dha një fjallë në fund që më la, tha, është një ndërtes 4x, tha, në Beograd punën, tha, non-stop, tha, këtë din Shqip. Tha, e një mentalitetin e juj, tha, ti, tha, shkon, tha, atje, tha, unë tash pe kuptoj pse më zgjidhe ai mu që kisha një biznes. Nuk rastisht. Tha, shkon, tha, atje, tha, në vendin tonë atje, dhe shet, tha, në i vend mirë, tha, rrugë kryesore, apo afër në shkollë, s'ka xhami, tha. Shkon edhe i thue, për shembull, Hasani, apo që të di une, ku ta di une,
e ka orën ato, apo trull plac, ofra shkollë, tha, shkon edhe i thue, a mor ti, Hasan me morëm, apo thuj, Ai të Martin. të mësoj Po mësonte se si më me veprue. Po. Shkon dhe i thue, unë jam në Gjermani me vllazni, kem një biznes, Allahu na ka dhënë kapital, pasuri. Po. Pesho që s'keni xhami, po du m'ja ndërtu i xhami, sa ma shetë thët trullin ti mu këtu. Tha, ai tha, ko me dhon pa lek, tha, se do në tha me marë pjesë, ai tha, për xhami. Ai po ju jep të instruksiones çfarë të bëni. Si të bëju ne, po se në vetëm e ndëgjaja. Po. Tha, ai tha, ta je pa lek, tha, na i marëm lek, tha, e për trull, tha, ishti në gjep, tha, e zemo qorbën. Më falë se e prej ka mikrofonin. Tha, edhe për ndërtim, tha, e për material, tha, i njëjti sistem, tha, shkon, tha, se cili do në, tha, me marë pjesë, tha, ndërtimin e xhamisë. Tha, ja maron, tha, shkon tjetrin vend, tha, dhe ti ki me qenë, tha, si një profet, tha, atu të populli jëtë. Isha i ri, edhe isha patriot, edhe reagua emocionalisht, gabimi im. Është hija të në rjedha që ta zbuloj komplet rjetin, po tash edhe për me zbulu... Çfarë i tha? Tash unë i thash atina, reagua emocionalisht, thash, zja guxoj me përdorat shprehje që e thash. Po. Thash, Ta shiko, ta ndëgjoj, po, çfarë? thash, ndëgjo, thash, nuk jam kurv, kërkoj ndjes. Thash, nuk jam kurv, thash, nuk shitem as nuk blehem. Xhamia, thash, hall me njek. Thash, kur e di historin tem, thash, është kancer i kombit tem. Thash, na kem nevoj për shkolla, universitete, biblioteka, qerdhe, shtëpitë kulturës, kanalizime, zjarr fiksa, e tjera, e tjera. Thash, xhamia është e fundit edhe kisha. Po qa për je është veç leku, thash, ja, kur për jetë, thash. Unë këtë gjona nuk i bëj, duke e ditë që se çka ndodhi me historinë. A e ka raportuar dikun institucionet gjermane këtë, ose diku tjetër? Jo, hera e parë është tek ju, hera e parë. Kum pas një oferta, kum pas për me tregue, po... A e ke takuar me këtë serbin? Si quaj? Nuk kum kujtohet mua emri. Nuk të bëri përshtypje për të lumtuar për të... Jo, reagua shumë emocionalisht, edhe mua nuk e pash atë njeri. Nuk e pash mua, aju zhdukaj njeri. Nuk e ke parë më asnjëherë. Kur në jetë mu nuk e kum pa. Po, tashu, fjalët e atij serbet si po vinë dhe po lidhen. Po ç'ndodhi në të njëjtin vit, në vitin 2009 jem. Ne jemi në vitin 2009. Në prilin e vitit 2009 mbarova rrëfimin me të. Mbarova rrëfimin. Po ç'ndodhi me tutin vitin 2009? Në vitin 2009 ka fundi i gushtit, ka qenë mos gabofsh apo fillimi i shtatorit. Po. Ishte vllau këtu me nusën edhe djalin Gendin që e përshëndes dhe ai tash bën ka 16 vite, bën 17, ishte beb 2 muajshe. Në atë kohë. Po. Edhe vllau u kthente për Gjermani, për Malzi, Shqipni, Malzi, Kroaci. Edhe thash, unë isha vetëm këtu, thash, do vi edhe unë ndihmoj, thash, me vozit për Gjermani. Rrugë e gjatë, mirë. E morëm këtë vendim dhe Ju e shoqëruat vllaun në rrugën nga Kosova për në Gjermani, po? Ne ishim Kotar, në Malzi, kur më thirr vllau prej Kosovë. Se më thojnë Bac, jo maj madhe. Thët Bac, thët, kështu, thët, kanë ardhur, thët, në tela, shkollës, thët, kanë ardhur me hap temelin për xhami. Në shatin tuaj, Druar. Po, Druar, po. Druar. Tha, kanë ardhur me hap temelin për xhami. Si të reagojmë? Wow. Hera... Ishte viti 2009, gushti viti 2009. Fundi i gushtit. Po. Atu për atu më ka ardha i serbi në kokë. Atu për atu për momentin, kështu, e kom pasë në kokë. Thash vllaut, thash, nuk bën mu leju kjo xhami më ndërtu. Mo edhe le të kushtoj edhe me shtrejta që e kem. Kur tjetë familja ju në një gjell, le të marojnë, le të bënë qa dojnë.
po kjo nuk bën se e kuptova se kush është prapa këtyne ndërtimeve. Edhe kështu shkoj pas një incident. Ç'ndodhi? Ka shku djali Axhës e vllave, ka shku puna marr pa qajnë të po përgatisëm për një xhami, ka këtu ja, nuk më fal. Këtu pa dëshirën e fshatarëve nuk ndërtohet xhamia. Prapë i falenderoj fshatarët e mi, janë njerëz më të mirë që kam mujt mi njoft, se kam shëtit Evropën në nashallën e përbot, po fshati jem një njerëzit më të mirë që ekzistojnë. I përshëndes gjithë. Edhe unë ndaluaja punë. Unë ndalu. Pushoj, kanë tentu edhe i herë ma vonë, edhe aja është anullu. Tash Kjo të rikthej në kujtesë gjitha tërfimin me Serbin. Kur erdhi ai në biznesin tuaj në Gjermani. Këto që ai flas, janë të vërteta dhe njerëz që ndëgjojnë, ata e dinë. Tash Pastaj edhe institucionet zbatuese të ligjit do duhej të marrin në pyetje, për të kjo është situatë, nuk është jo, s'kemi pas asi. Do duhej, po. Do duhej, po. Jo, s'kemi pas. Ju mendoni që ndërtimi i xhamive në Kosovë është i plan inxhinierum në ndikimin edhe të Thash ne jemi një fshat shumë i mirë, edhe s'kem as kisha as xhami. Në rend pore kem shqiptarin, edhe i du shumë, jam krenar për fshatarët e mi. Ku po du me lidh, në vitin e kalum, njerëz që ndëgjojnë e din për hir të privatësisë, nuk du me përmend emra. Në vitin 2025. Po, vitin e kalum vjesht, një kushërin kanë rrujet edhe është si tradita jonë që edhe në gjini një ditë bëhet e pamja. Vi shpesh, thash se tërheq vendi, vitet kalojnë edhe tërheq vendi ma shumë. Dhe qëlloj këtu, isha atun të pa me ula, pakun ma umash, kishëm ata ma pleq, që e mojnë ato renin të pa me në traditën e dini dhe ju. Vjen një hoxh i Shqipolit, emën s'po përmeni, i ri diku 25 vjeç. Me një 4-5 veta, shumë më shumë, po kjo ju printe. Kur vjen ato, selam aleikum, si thët hoxha, hajde mirë, edhe këta ullën. E kryten për kryshnësh, një kushëri tash indjeris, emën s'po përmeni, ata e dinë se kush, ofër në lejtav ka qenë, në mars kanë rrujet, i pas shpirtit dritë atje ku është, njeri shumë i mirë ka qenë, kemi pas respekt shumë për ta. Na ka prija edhe hoxha jem i ndjerin 2019 në për të pame. Në për çdo rast e kemi pas ata si shtyll. Edhe i thët ai hoxhës, thët, mër hoxh, i ri hoxha 25 vjeç, ky nga të 90-tav. Thët, mër hoxh, dhe du me të regu diçka, thët. Unë ka patut, tha një hoxh, tha, isha i ri, tha, e kisha dëshirë, tha, kravatën. Tha, e vënojshë e bajsha kravatën, tha, kur unë pa i hoxha, edhe më qërtaj, tha. Pse e ke në gjitë, tha, këtë kërpesh? E din që në gjehnem, për zemë gjehnemit kanë me të ngreje me këtë kërpesh. Tha, dhe u frikova, dhe mu tha, se kum vënu kur, dhe pse kum pas dëshirë. Hoxha, tha, qa flasjen të vërteta, i din njerëzit që kanë qenë ato. Hoxha tha, po, tha, mire ka pas, tha, ai hoxha, tha, se nëse ju në gjanë aty në, tha, dhe ti je një prej tyre. Tha, hoxhallarët, tha, kanë kultivu, tha, kultur, kanë rujt kultur, tha, hoxhallarët kanë qenë shtylla kryesore, tha, e poplit. Ato për momentin nuk ish veni për debat, diskutim, po, nuk di pse më erdhi ashtu, dhe thash, shumë gabim e ki hoqë, thash, s'është e vërtet. Edhe unalen, heshten gjithë, se unë e fola prej bishti knena. Ata ishin plestë ato që për me folë, po nuk di ashtu, më erdhe dhe thash. Jem njeri qytetar i lirë, kam drejt, edhe unë të flasë. Thash, nuk është e vërtet hoqë. Thash, për kundrazi. Është fakt që kanë rujt kulturë e tradit hoxhallar, po jo kulturë e tradit shqiptare.
kulturë dhe tradit turko-arabe. Thash e ti hotë se 1924-25 kush e ka ndërtu medrezën në Shkup? Tha jo. Thash normal, se din je I ri, thash edhe ki nevoj me mësu shumë ti. Thash inteligenca serbo-ruse, me popa, me oficira, kanë ndërtu, kanë studiu, e kanë mësu gjuhën shqipe dhe kanë ardhur dhe kanë marrë celulat e para shqiptara, apo minoritet, apo ku ta diune, edhe I kanë mësue që e kanë shpërnda një propagandë, një kulturë që muslimoni o haram me shku në shkollë, muslimoni haram me shti beton shpi, muslimoni haram me lyu shpinë e bordë, muslimoni haram mu vesh mirë, musliman tamam duhet me kon me lecka, veç me kon të pastra, tamam musliman rrypin 7 copa të këput e të qepum rrypin, musliman kështu, këto është e kryqalive, ne e kema ahiretin, kryqalit e kanë këtë botë, ne e kema ahiretin, mira me shku, kanë lobu për shpërnguljen e shqiptarve, arbënorve, me shku atje në tokën Anadolit e të Shamit e ku ta diune. Këta kanë qenë celulat hoxhallarët. Kemi rastet tjera, Indjeri, baba im ka punu në Bilic, kombinat ka qenë krypuntor atë dhe kombinatin diku 1980-ën, I qënë në rëskuzjen Moskë, se po lidhet biseda fjala me fjallë, për nxjerrë dhe po lidhet. Ka qenë në rëskuzjen, atër Jugoslavia, I qënë në rëskuzjen Moskë, shqiptarë edhe sërbe, që si kanë qenë bashkë atër. Me një hotel atje, ullen dhe bisedojnë ta shqipe, sërbishte, një pop dikun 90, shumë plak. Vjetë po, 10 vjetë. Edhe ullën atje javë që një pije, thët kamarjeri, thët prej popit. Këta e falenderojnë popin, thët me dorë, hajte, a I vetën ullën, vjen a I. Kur vjen ja bën këtyne, selam aleikum. Këta aleikum selam. Thët ullet a I, të kajti një bredjem. Thët unë jam I kajt a I. Shqip. Po? Thët unë jam kajt a I këtë, thët, këta shumë kuriozet e kupet e ti Shqipen. Tha I njof këtë gjitha venet. Ata e mërë djallë, thët, ty kun hymjet pejes, më s'ka bofsha, thët kam qenë 20 vjet imam xhamije. Edhe me sa e diune është edhe, më s'ka bëj është, ende gjallë një shok I babajt është Isabelit, Idriz Ismailit, do të me ka qenë, është të Komorani. Po, të Drenasi atje, po? Të Drenasi, po, më duket është gjallë ende, a I ka qenë edhe a I dëshmitar me sa diune. Në Moskë atje? Po, babaj ka Ismail? qenë. Idriz Ismail. Idriz Ismaili, po? Mos gabofsha, nuk e di sigurt se tregon të baba që kanë qenë atëherë, po tash është kohë gjatë, unë isha fëmi, po këto e mojnë men. Për baba ka qenë 100% e di, është rast. Ju mendoni që Rusia, Serbia kanë rekrutu hoxhallarë, me përhap Kanë rekrutu. idenë e islamizimit në këtë vend, në një mënyrë të I rekrutu shqiptarët. Pa tjetër, e vetëmja gjotë që është që mundën se I thët I madhi Ismail Kadarej, e thët vetëm nëse shtrohet pyetja se a janë shqiptarët evropian apo s'janë, thët është shumë e rrezikshme. Po na jemi evropian, mërë. Po na jemi mërë baba I Evropës, mërë. Nëse e morëm na mustijatin me sapatoni, e deri në Skandinavi kemi gjuha jonë, mitologjia jonë që I s'përtha fjallët. I merë vetëm Zotin nëse I thu, theu me grekt, që ka kuptim gjuhë shqipe. Italian të thujnë Dio, që është dia, kush e ko dia? Na I thumi Perendi, që për ne I ditë gjitha. Vikingat e kanë qujtë Odin, ai që I ditë gjitha, kemi një gjuhë, e ne kanë sulmu. Shqiptarët nuk janë slavë në gjithë këtë rajon. Jo. Nuk janë slavë. Edhe një diçka se merr për momentin tash më kujtu si fëmijë që bashkëfratarët e din, po ka qenë, mu më ka brengos kjo si fëmijë. Do Varreza kemi ne tash ato, janë shumë të vjetra. Edhe isha dikun 7 vjeç 8, kur kanë ardhur do makina, kështu tash si furgona të bardhë. Kanë morë gurët e Varreza aftona krejt. A kanë qenë I lirë, a kanë qenë jahudike, nuk e ti, po kanë qenë gurë kanë marrë me makina I kanë hjekë. Kur këtë qenë? 7-8 vjeç kam qenë. Unë e mojnë men makina të bardha. Në fshat? Në fshat, 4 makina kemi Varrezat ofër. Krejt gurët e Varrezav I kanë marrë, I kanë hjekë.
edhe ta thëshin sa mirë u bo. Ne kanë liru vend, tash varrosim, varë mi varë. Sër hapim ne varë atë në fshat, hasim në koca. Këtë është varë mi varë. Ne i kanë marë. Këto do t'i thë dikush. Faleminderit Zotit që ma ka rujt këtë memori dhe i ka marrë.